Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavat dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbulltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht do përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me pjesën e dytë të shpjegimit të emrit të Allahu Gjelleshanuhu, që është Er-Razzaq, pra furnizuesi. Mësuam o vëllezër të dashur, e dim, rikujtuam njëri tjetrin se Allahu i lartësuar i ka 99 emra. Po ashtu i ka edhe cilësit e tia. Pastaj mësuam se ai i cili i mëson 99 emrat e Allahut, mëson kuptimin e tyre, pastaj vepron në jetën e tij në bazë të këtyre emrave të Allahut të lartësuar, vërtet do të jetë i mbuluar nga mirësitë e Allahut në dunja dhe në ahiret. Po ashtu, në mënyrë direkte, Allahu Gjelleshanuhu kërkon prej nesh bile edhe kur ta lusim Allahun e lartësuar, ta lusim me emrat e tij. Në rastin ton, Er-Razzaq, furnizuesi, ai që jep rizq kur t'na duhet furnizim, pa marr parasysh çfarë furnizimi kemi nevojë, le ta lusim Allahun Gjelleshanuhu me emrin Ja Razzaq, o furnizues, më furnizo me pasuri, më furnizo me lumturi në familje, më furnizo me shëndet e kështu me radhë. Ndërsa kuptimi i emrit Er-Razzaq, furnizuesi, është ajo se Allahu i lartësuar, është i vetmi furnizues. Kjo është shumë e rëndësishme. Është i vetmi furnizues i të gjitha krijesave në gjithësi. Ai i cili furnizon me të gjitha furnizimet, të gjitha krijesat e tij në tokë dhe në qiell, është vetëm Allahu Gjelleshanuhu. Ai është i cili na ka dhënë të gjitha çështjet. Ne çfarë thuam? Ne kemi furnizuar fëmijët me bukë, shembull. Mirë po, ne kemi marrë bazën e sigurimit të atij furnizimi, apo? Grunin e kemi pas. E kush është ai i cili e krijoi grunin? Është Allah. Pra Allah është furnizues. Ne kemi krijuar telefona, kemi krijuar aeroplan, kemi krijuar vetura. Po mos ishte magneti, do funksioneshin sot telefonat. Pra Allah është ai i cili është çpikës. Ai i cili ka fillu, ka pru, e pastaj në tjerët bëjmë kombinime të krijesave të Allahut. Dhe ndryshojmë forma furnizimi. Po ai i cili na ka dhënë dhe na ka siguruar furnizimin, kush është? Është vetëm Allahu Gjelleshanuhu. Ne mësuam edhe disa çështje tjera që kanë të bëjnë me këtë emër të Allahut të lartësuar. Mësuam edhe disa çështje tjera, ndërsa sot, inshallah taala, do të mësojmë më tepër apo do të koncentrohemi më tepër në dobit
dobit e besimit në emrin e Allahut të lartësuar Er-Razzaq. Ne qëtash mësuam emrin e Allahut, mësuam kuptimin e tij, apo duke analizuar ajete dhe hadithe mësuam edhe çështje tjera, në rregull, çfarë dobish kam unë nga besimi i emrit të Allahut të lartësuar Er-Razzaq? Një prej atyre dobive që është shumë e rëndësishme, pasi që vetëm Allahu është furnizues, askush tjetër nuk është furnizues. A ka maknatësi që ne këtë të vërtet, këtë fakt, kur e ndjejmë në shpirtin ton, që veç Allahu është furnizues, edhe kur ne na duhet furnizim dhe i drejtohemi veç atij, dhe nuk ka lënë Allahu askush t'i përzihet në furnizim atij. O vllau im i dashur, nëse mu dhe ty ta ka bërë risk Allahu një furnizim, ai ta jep po krejt gjinjt dhe njerëzit me uçu kundër teje. Pse? Se ai është furnizuesi. A ka maknatësi? Shif se çfarë çlirimi është i shpirtit dhe i zemrës kur e njeh dhe e beson se Allahu i vetmi është furnizuesi i gjithçkahit. Pra të bën krenar, të çliron nga robëria e njerëzve dhe vrapimi pas njerëzve për ndonjë risk. Po kur je i smur dhe kur shkon te mjeku, të duhet furnizimi i shëndetit, do t'jesh krenar, do t'jesh i çlir, pse se mjeku është mjet. Ai kuron, mjekon, po Allahu është që shëron, ai zbret riskun e shëndetit. A ka maknatësi? Vallahi s'ka. Po kur të duhen para, po kur të duhen gjithçka tjetër, dhe kur e din dhe e ndjen se Allahu ma jep këtë rrezik, dhe nëse ai ma jep askur s'ka kush e ndal. Po dhe nëse ai e ndal, s'ka kush me ta dhon. Vërtet, kjo është një kënaqësi e veçantë që e kanë vetëm besimtarët, e sidomos ata që e din dhe e njohin cilësinë dhe emrin Allahut Er-Razzaq, që vetëm ai Allahu është furnizues. Për këtë çështje vëllezër dashur, Allahu në Kur'an na drejtohet dhe na thotë kështu: Ja eyyuhan nas, udhkuru ni'matallahi aleikum. Shif çfarë thirrje të bukur na bën Allahu, ju lutem. Ju lutem ta analizojmë të gjithë. Ja eyyuhan nas. Dhe këtu nuk i dallon besimtar pa besimtar. Si dallon o vëllezër? Se Allahu ju jep rrezik edhe besimtarve, edhe atyre që nuk e besojnë Allahut ose besojnë zotëra të tjerë. Shifni se sa preciz dhe sa bukur Allahu na drejtohet. Ja eyyuhan nas, o ju njerëz, udhkuru ni'matallahi aleikum. Kujtoni, analizoni, meditoni mirësitë e Allahut që ju ka dhënë juve. Ham, pim, lumturi, familje, para, shëndet, funksionon, zemra, qarkullon gjaku, marrim frim, mendojmë, shohim. E shumë të tjera, o vëllezër të dashur. Allah thot, mendoni, meditoni, analizoni mirësitë e Allahut. Hel min khaliqin gajrullahi yarzuqukum minas samai wal ard. A keni zot tjetër përveç Allahut i cili ju furnizon juve nga qielli dhe nga toka? A ke? Kush jep bereqetin? Edhe ai që si beson Allahut, ja bën hizmetin, e laron arën, e mbjell bereqetin, a do kesh bre? Nuk e di, i thot. Edhe ai thot nuk e di, dhe ai e din, dhe në gjithë e dim se nuk e dim, a do ketë. Po derisa ta merr atë begati, atë bereqet prej toke, atë grur, atë misër, derisa ta merr prapë thot nuk e di se mund vjen vërshima. Po edhe kur e merr nuk e din a do ta sheset ose nuk e di a do të ma blejnë tregtarët. Pa ka dikush tjetër që i bën
i krijon, i organizon këtë çështje të furnizimit. La ilahe illahu. Nuk ka përveç Allahut vetmit Zot, që nuk ka Zot tjetër përveç Ti, dhe vetëm atë e adhurojmë, vetëm ai është. Fa enna tu'fekun, atëherë, si po largoheni nga Zoti? Atëherë si e merrni guximin të largoheni nga Zoti, ku ju vetë jeni dëshmitar të fakteve që vetëm ai dhe në dorë të Tij është furnizimi? A ka logjik dhe arsye? Jo, vallahi. Dobi të dytë që e kemi nga besimi i emrit të Allahut Ar-Razzaq, furnizues, është edhe fakti që besimtari duhet shpresat e tij t'i lidh vetëm te Allahu i lartësuar. Ta rikujtojmë në shpirt, ju ftoj me shpirt të analizojmë së bashku, edhe të rikujtojmë. Besimtari në çështjen e riskut flasim sot. Të gjitha shpresat e riskut le t'i lidh vetëm te Allahu i lartësuar. Ai ja jep sebepet e riskut. Vetëm Allahu. Për atë, vetëm te ai le të lidhet. Nëse ai ti ka lehtësuar sebepet e riskut, dhe ti i ke marrë, dhe ke riskun, ke pare, ke familje, ke krejt furnizim me lumturi, i ke krejt. Mos u bëj mendje madh, po vazhdo të mbështetesh te Allahu, se ai ti ka dhënë këto shkaqe dhe ti i ke arri këto suksese dhe këto furnizime. Këtë duhet ta ruajmë. Po edhe nëse ai Allahu nuk ti ka dhënë mu dhe ty shkaqet e furnizimit, dhe ne kemi ma pak furnizim, mos e humb mbështetjen te Allahu, se prap ai është i cili ti ka dhënë ato shkaqe. Mjafton që ne mos bëhemi dembel t'i marrim, po tjetra vetëm te ai do mbështetemi. E si ka mundësi? Si ka mundësi njënit më shumë, njënit më pak, ndryshe, si ta kuptojmë pak më mirë? A e dini që është kuptimi i kësaj? Allahu në donë më shumë sekret. Allahu në donë neve edhe më shumë se sa nënat tona. E ai e din më mirë se ç'është e dobishme për mu dhe ç'është e dëmshme për mu. Vu lutem. Allahu e din ç'është e dobishme, ç'është e dëmshme për mu. Dhe nëse ai mi ka lehtësu sebepet e furnizimit dhe unë i kam, ai mi ka dhënë se ai e din se ajo është më e dobishme për mu. Po atëherë kur ai e din se nëse mu mi lehtëson më shumë sebepet e rrezikut, dhe më shtohet rreziku më shumë, dhe ai rrezik do të kthehet në dëmin tim, ai nuk mi jep. Ai është i cili e cakton se sa, dhe për çdo njerin e cakton aq sa neve na bën dobi. Aq sa neve na bën dobi. Për atë ne duhet mbështetemi te Rabbul Alamin. Mjafton unë të mundohem, jo unë të bëjmë tembel. Unë duhet mundohem që e më i miri, të fitoj më shumë ti, po kur do ta fitoj atë, do të kthehem dhe do të flej i qetë i rehatshëm, krenar i lumtur, se ky është risku im, alhamdulillah. Ma ka ndar Allahu, sepse kjo është më e mira, më e dobishmja, më e hajrit për mua. O vëllezër,
që ta kuptojmë më mirë. Kur kemi fëmijët e vegjël, çfarë bëjmë ne për ta? Ditë e natë punojmë dhe jo japim krejt. Me loja, me abe, nuk ekziston sent përveç që ne ja japim. Krejt. A ka sende që ti janë ndalon fëmijës tanë? A ja merë tabletin prej dore? A i qanë, i dhnohet, ti prap ja merë. Qësh pse ja merë? Pse u rejnë, pse e donë? Me pitë fëmin, qërë thot, nuk më donë, ja i qetri, kim u rejnë mu, kim ka i natë mu, shqip qëfar më edhe babë edhe nonë, ai nuk e din se ajo ti ja ke marrë diçka, ose nuk ja jep diçka pse ajo është e dëmshme, nuk është e dobishme, njëjtë edhe Allahu. Atëherë, a do i dhnohena ne me Allahun nëse ka caktuar më shumë më pak për dënjanin? Jo, vallahi. Po të dija rastet vetëm te ajdet mbështetemi. Çfarë thot? Inna Allahe yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Rini berat se Allahu, çfarë? Furnizon edhe pa hesab, cilin don. Pa hesab, ai mund të jepe krejt çfarë ekziston të jape. Po nuk janë dobishme, nuk janë të dobishme, janë të dëmshme. Për çat ai i ka caktuar për çdo njeri furnizimin. Tjetra, po Allahu thot, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u yaqdir. Allahu është ai i cili disave ja u jep më shumë rrezikun, disave ja u cakton më pak. E kuptuam besoj. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Vërtet, pse kështu se disave më shumë, disave më pak? Vërtet, innehu. Vërtet ai, çfarë? Kana bi'ibadihi, çfarë? Khabira. Sepse ai është i njohur detajisht me robrit e tij. Ai na njeh neve detajisht për çat i ka të ndryshme masat e caktimit të rrezikut për ne. Pse na njeh. Edhe çfarë? Basira, edhe ai na shef neve se çfarë do bëjmë. Për atë na ka dhënë çdo njënit atë sa është e përshtatshme dhe e dobishme për ne. Dobi tjetër o vëllezër të dashur, që ne kemi nga besimi i emrit të Allahut të lartësuar Ar-Razzaq, furnizuesi, është edhe tjetra se të pasurit pasuri shumë nuk nënkupton se ai është më i dashur te Allahu. Edhe ki fakt të interesant dhe i rëndësishëm. Shumë dëgjojmë, fatkeqësisht e them, që të kuptojmë këtë pikë. Fjalësh shpjegojmë këtë pikë. Shumë ne dëgjojmë për njerëzve, sidomos atyre që ju ka dhënë Zoti rrezik pak më shumë, që kanë pak më shumë, çfarë dëgjojmë për tyre për dikënd që nuk ka aq rrezik, fatkeqësisht, valla mund vjen në rëndë dhe ta thon, ama je që e dëgjojmë edhe ju e dëgjoni. Habet ta kishte dashur Allahu do t'i jepte Allahu unë di jap atij. Pa. Zoti na rujt. Zoti na rujt. Do me thonë ai që s'paska, apo paska më pak, apo s'paska hiç, në bazë të bindjeve të tyre, nuk e dash ka Allahu atë, e këtë zotnin që paska shumë, do me thonë këtë e dash ka. E qëtash, ta kishte dash të Allahu di jepte ati si i ka dhonë këti. Do me thonë ki që ka më i dashur, se paska pare, zotnia, paska autoritet, paska pozita, paska poste, po. Kurse ai ngrati, atë nuk e dash ka Allahu. Ki koncept të vëllezër të dashur, as pak nuk është i vërtet. As pak nuk është i vërtet. Argument për këtë, kemi ajeti kuranor ku thot Allah në Kur'an, wa qalu nahnu aktharu amwala. Ata thonë ne kemi më shumë mal, ne kemi më shumë pasuni, wa aulada ne kemi më shumë fëmijë, kemi më shumë, wa ma nahnu bimu'adhabin. Dhe Allah nuk do na dënon e neve. Dhe me thonë, si na ka dhënë ndinjo kënaqësi, foldën a jap edhe në ahiret, dhe ne jemi më të mirë, atë në dobet, si dënon ndinjo, di dënon edhe në ahiret, që ashtu i të përfundojnë ato. Kjo nuk është e vërtet. Fakti tjetër,
për diçka të tillë, është edhe vetë fakti që Allahu i lartësuar çfarë ju jep edhe të mirëve edhe të këqive. Na nuk kemi pasë njeri kriminal, hajdut, me punë të këqija, me punë të fliçta, një qamet pare ka. Dikush domaçin me kryt mirat, ndoshta ka probleme edhe me hajen edhe pijen. Pse kjo? Po nuk është interesant bre të kesh, se Allah jep krejt dhe nuk është interesant të kesh shumë pasuri. Është mirë të kesh dhe ta shfrytëzosh për punë të mirë, aman nuk është të qash. Allah thot, krejt bota, me krejt që e ka, nuk bën të Allahu asa krahu fleta e mizës, bre? Nuk është interesant, për atë, le mos ja japim rëndësinë aq sa se ka. Është e rëndësishme pasuria? Kam pas edhe sahabët kanë qenë milionera në të kuptimin sot, është mirë, ama atëherë kur ajo shfrytëzohet në rrugt të Allahut të lartësuar. Vëllezër të dashur, furnizimi, apo Allahu që është i vetmi furnizues, që jemi të e shpjegu që di gjumaj të e shpjegu, ka caktu për ne edhe shkaqe. Këto ishin dobit. Apo? Dobit, çfarë dobi kemi ne, që i besojmë emrit të Allahut Ar-Razzaq, furnizuesi. Çfarë ne kemi edhe shkaqe të shtimit të rrezikut. A tham që Allahu cakton kujt më shumë, kujt më pak? Po nëse dëshirojmë pak më shumë të kemi, ai na ka mësuar neve disa shkaqe që unë dhe ti duhet t'i marrim dhe me lejen e Allahut të lartësuar, çfarë do të na shtohet edhe pak më shumë rreziku. Një prej shkaqet e shtimit të rrezikut është që rreziku të jetë halal dhe bindja ndaj Allahut xhelle shanuhu. Disa njerëz mendojnë se sebebet e rrezikut dhe furnizimit haram do t'ju bëj dobi. Diçka e tillë nuk është e vërtetë. Po do t'i marrim sebebet për të pas pasuri, për të pas rrezik furnizim me gjitha llojet e tija, po me kusht që ai të jetë halal. Nëse kemi halal, ai do ngjese. Nëse kemi haram, sent nuk jetë prej asaj, vetëm sa ajo kthehet dhe konvertohet në dëm. Çfarë thot Allah për këtë pikë? Thot: "Fabtegu indallahi rizq." Dhe kërkonja prej Allahut rizkun. Po me çfarë ta kërkojmë? Në rrugë halal. Nga shkaqe tjera, vëllezër, është edhe mbështetja në Allahun. Pra, vetëm me shpirt edhe me zemër. Mos u mashtro se a do more ki shefi, a do more ajo, a do... Ai njerëz jemi, ato na vinë ato mendime. Po mos ju bëjmë hizmet ne atyre. Kur dë na vinë se a dë more ki shoku, a di thote shefit, a dë buona, a dë t'ket, mos u preokupo. Asun as ti. Mos e lodh shpirtin. Thjesht bën një hizmetin, bindu në Allah dhe ajo që është që krejt me uqu me ngushtu, me pengus, munden me pengu. Çfarë thot Allahu? Në fakt për njërë selam e një hadith, "Lau ennekum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi." Shifni sa bukur. Nëse ju ishit mbështet në çështjen e rrezikut, hakikat vetëm te Allahu, ama këto që na vinë në zemër e di, kretë që bëjmë X, t'i shlim, po vetëm te Allahu t'ishim mbështet. Çfarë thot? "La razaqakum kama yarzuqu at-tayr." Do ja u çonte juve rrezikun si ja u çon zogjve. "Tagdu khimasan wa taruhu bitanan." Zgjohen të urritura dhe kthehen në folet e tyre të ngopura. Po ashtu, furnizimi na shtohet edhe me përkushtim ndaj Allahut. Kjo është shumë e rëndësishme. Sa më shumë unë dhe ty të jemi të përkushtuar në fe, sa më shumë unë dhe ty të praktikojmë mësimet e fesë, aq më shumë do të na shtohet edhe rrezikun. Çfarë thot
Allahu në Kur'an, walau an ahlal qura amanu wattaqu, sikur thot Allahu, ahlal qura, banorët e qyteteve, qytezave, fshatrave, banorët në përgjithësi. Dhe këtu e ka fjalën për Mekën, po në përgjithësi, amanu wattaqu, shifni ç'është, amanu wattaqu, besuan dhe u bën të përkushtuar, punun si ju thot besimi. Çfarë do kenë Zot ata? Çfarë thot Allahu? Lafatahna alejhim barakatin minas samai wal ard, do t'ja u hapim atyre furnizimin dhe mirësit edhe nga toka dhe qielli. Pra sa ma shumë unë dhe ti praktikën fen, as ma shumë rrezik. Po ashtu furnizimi paksohet edhe me bërjen mëkat. Nëse bëjmë mëkat, atëherë ai paksohet. Nëse në është paksuar diçka, kontrollojmë veten sa i përket mëkateve. Çfarë thot Allahu në Kur'an për këtë? Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Do përhapet e keqja në tokë dhe në det për arsye të gjinaheve të njerëzve. Liudhikahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un, që të dënohen pak nga ajo shumë që e kanë bë, la'allahum yarji'un, që ne të kthehemi. Pra na dënon Allahu, të kujtohemi dhe të kthehemi. Shkak tjetër po ashtu është edhe dhënia e zeqatit. Nëse japim zeqatin, na shtohet furnizimi. Çfarë thot Allahu? Yamhaku Allahu riba wa yurbi sadaqat. Allahu e shkatron kamatën edhe e rrit sadakan. Pra zeqat kur jep Allah, ajo të shtohet. Po ashtu furnizimi më i mirë, më i madh, me të cilën na furnizon Allahu, e dini cili është? Është furnizimi atëherë kur ai do të na bëjë rrezik xhenetin. Atëherë kur inshallah që kështu bashkë me familjet tona dhe me vëllezër dhe motra musliman, do të na fusë në xhenetet e tij, do të na bëjë banor të tyre, ta dim që atëherë është plotësuar rreziku më i madh. Çfarë thot Allah për këtë pikë? Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan. Të dëgjojmë, ju lutem. Kush i beson Allahut dhe bën punë të mira, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allahu do ta fus atë në xhenetin në të cilët rrjedhin lumej, khalidine fiha abada, të përhershëm në to. Qad ahsana Allahu lahu rizqa. Dhe ky është rizku më i mirë që ja jep Allahu besimtarëve. Lusë Allahun e lartësuar, me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta. Ja Allah, na bëj neve o Zot, bëri fëmijët tonë dhe mbar besimtarët musliman nga ata të cilët i furnizon shumë dhe atë furnizim bëre që ata të shërbehen, që të afrohen të këtij, të jenë të dobishëm, të mbulohen me mirësitë e tyre në dunja edhe në ahiret. Amin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.